Gjykata e Prishtinës sot pritet të vendosë për fatin e të akuzuarit Naim Murseli, Kushtrim Kokolla dhe Granit Plova për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, e cila sipas prokurorisë u vrau me 29 nëntor të vitit 2023 në fshatin Bërnis të Prishtinës. Rasti ka prekur fundin e gjykimit, pasi më 17 prill 2026 janë dhënë fjalët përfundimtare lidhur me këtë rast. Gjykimi pritet të shpallët nga gjyqtarja Fatime Dermoku, Gent Beka dhe Alban Ajvazi, të cilët janë anëtar të trupit gjykues. Rasti ishte raportuar si grabitje me një person të vdekur, por vetëm disa ditë pas vdekjes së Liridona Ademajt ishte arrestuar bashkëshorti i saj Naim Murseli, Kushtrim Kokolla dhe Granit Plova. Plova, sipas prokurorisë, konsiderohet dorasi i vrasjes së Liridona Ademajt, kurse Kokolla akuzohet se i ka vënë në kontakt bashkëshortin e Liridona Ademajt dhe dorasin i cili konsiderohet Granit Plova. Murseli, Plova dhe Kokolla akuzohen për vrasje të rënd të Liridona Ademajt, për të cilën Murseli nuk e ka pranuar fajsinë. Plova është mbrojtur në heshtje, kurse Kushtrim Kokolla nuk ka pranuar të deklarohet. Planifikimi i vrasjes sipas prokurorisë del të jetë raporti i rregullt familjar martesor mes Naim Murseli dhe Liridona Ademajt, i cili sipas prokurorisë ka rezultuar me hakmarrje. Aktakuza e prokurorisë thotë se vrasja e Liridona Ademajt është bërë nga Plova, pasi ishin premtuar 30.000 euro si dëm shpërblim. Këto 30.000 euro sipas prokurorisë ja ka premtuar bashkëshorti Liridona Ademajt Naim Murseli. Në këtë rast i akuzuar ka qenë edhe Tom Dodaj, personit që ja ka shit armën Granit Plovës. Në gjykim, Tom Dodaj ka deklaruar se nuk ka pas dieni për çfarë do të përdorej arma. Dodaj nga shkolla e parë është dënuar me 5 vjet burgim edhe 5.000 euro dënim me gjobë, kurse gjykata e apelit dënimin prej 5 vjet ja ka ulë në 3 vjet dënim me burgim dhe 3.000 euro dënim me gjobë.